Problematika e të drejtave të autorit dhe ndërlidhja me bibliotekat është diskutuar të njëjtën më 9 tetor 2025 në kuadër të javës së bibliotekës, që po bëhet në Bibliotekën Kombëtare Pjetër Bogdani në Prishtinë. Gjatë kryesës, e drejta e autorit dhe bibliotekat, botues, bibliotekar e ekspert të fushës folën lidhur me gjendjen e të drejtave të autorit në Kosovë dhe për ndikimin që kanë bibliotekat në respektimin e të drejtave të autorit. Sipas tyre, bibliotekat ndikojnë në përmirësimin e të drejtave të autorit, duke blerë librat nga botues të lehtëshëm. Nazmi Rahmani, shkrimtar e botues, thotë se shumë prej bibliotekave për shkak të gjendjes financiare nuk blejnë libra me vite. Po, shumë. Ka biblioteka të cilat i blejnë librat e printuar, librat e fotokopjuar. Madje Rahmani thotë se ka raste kur bibliotekat blejnë libra pa të drejtat e autorit apo të fotokopjuar, duke dëmtuar kështu të drejtat e autorit. Kjo ka ndodhur shumë, ndodh sidomos me pjesën e lektyrës shkollore, që është në tirazhe më të mëdha dhe kushton do të thotë shpenzime më të mëdha, për biblioteka, ka prej bibliotekave, jo të gjitha, që veprojnë në këtë mënyrë. Floren Lata, ekspert në fushën e të drejtës së autorit, pretendon se ka pak interesim nga krijues apo botues për të mbrojtur të drejtat e tyre të garantuara me ligj. Sipas tij, për këtë ndikon edhe mungesa financiare, por edhe mos informimi për të drejtat e tyre. Unë besoj që problemi kryesor aktualisht është te financat. Pra nuk kanë asnjë arsye tjetër, ata veprën e tyre konsiderojnë si një performance si fëmijën e vet, pra e dojnë, e mbrojnë, mirë po kur ajo kushton, kur ajo ju merr shumë kohë, kur ajo ju merr shumë energji, shpesh herë edhe janë për shkak të pamundësisë, ndonjëherë edhe ndoshta edhe të mungesës edhe të njohurive për zbatimin e ligjit. Pra, për shfrytëzoj rastin për me njoftu që tash e disa vite është gjykata komerciale që i trajton këto raste, që është i dallim me gjitha të rëndësishëm, sepse rastet trajtohen pak më shpejt dhe kam besim që edhe do të trajtohen edhe në mënyrë profesionale, që ta realizojnë drejtën e tyre, sepse fatkeqësisht pra njerëz caktuar shkelin, jo botojnë veprat, jo fotokopjojnë librat. Dhe këta që kanë krymundin më të madh nuk marrin asgjë. Blerina Rogova Gaxha, drejtoresh e Bibliotekës Kombëtare Pjetër Bogdani, tha se si bibliotek kanë nevojë për krijimin e një rregullore që mbron të drejtat e tyre ligjore. Biblioteka Kombëtare e Kosovës, pikërisht me inkuadrimin e këtij paneli të diskutimit gjatë javës së bibliotekës, e drejta autorit dhe bibliotekat i jep fokus për nevojën që biblioteka ka në krijimin e një draft rregullore që mbron veten si institucion karshi të drejtës së autorit, sepse autori në forma të ndryshme të individuale apo nëpërmjet shoqatave organizata mund të mbrohen nga drejta vet, janë gjithmonë një hap para të tjerëve, por biblioteka si institucion ka nevojën të krijojë rregulloren e saj për mbrojtjen e vet ligjore karshi ndoshta autorëve, por ne sidomos kemi nevojë për këtë ecjen para në këtë fushë hartimin, pra të dokumentacionit të ligjor, për arsye se biblioteka vitin e kaluar ka filluar digitalizimin, ndërkohë që gjatë kësaj jave do të fillojmë edhe me një proces tjetër të digitalizimit në masë dhe na kërkohet patjetër krijimi i këtij dokumentacioni për ta mbrojtur në këtë rast veten nga të tjerët. Java e bibliotekës në Kosovë ka nisur më 6 tetor dhe do të mbyllet më 11 tetor. Gjatë kësaj jave janë organizuar aktivitete të ndryshme lidhur me bibliotekat, funksionimin, procesin e digitalizimit të fondit të tyre e aktivitete të tjera.